Në fshatin Varmalak të Kurbinit, dita nis me qetësinë që vetëm natyra mund të jap, po për Ike Kacin, 98 vjeçare me shpirt të ri, mëngjezi është gjithmonë një nisje e re. Çdo mëngjes, me bastuni në dorë, ajo i përkushtohet baçes së saj, speca, qep, domate, perime që i mbjell vetë, siç ka mbjell gjithë jetën dashuri, kujdes dhe sakrificë. Nosën në punë, djalin në punë, nosën tjetër në shfaj, unë në kopsh, a me pulja, me zësh. Vetë, grëpat mi ka bon djali, plasmati me ka bon djali, për të bojë zmeti kam shërbyo. Hotra, kunguj, patate, speca, gjitha. Për dhimin e këshke dyqani pa i bëj vetë. Në oborin e saj, shpendët shtëpiake nuk janë thjesht shpend, janë pjesë e një rutine që e mban gjallë. Me dorë të sigurt, ajo edh grurin dhe vazhdon të punoj, edhe pse vitet i kanë rënduar mbi supe. Por ajo që e mban vërtet gjallë është kjo, përqafimi stërnipërve dhe stërmbesave, që i vrapojnë në prerë, janë plot 70 nipër dhe mbesa, një fis i tërë, e quan gjyshja Ike, një mal dashurie që rrjet nga një grua e vetme. Në shtëpinë e saj, çdo ditë është fest, një puthje në ball, një fjalë ngrohtë, një kujtim që u jep fëmijëve rënjë dhe forcë. Ajo vetë e ka humbur të birin në moshë të re, një dhimbje që nuk u tha kur, por që u kthye në forcë për të rritur të tjerët. Hikja në rrëfen me përullësi jetën që ka pasur, nuk ankohet, por nuk e fshe as të vërtetën. 97 vjeçe, sot je fort. Tashti sa ka thënë Zoti, aje me nëj, mori djalin, në lashi qytet kalamet vetë, i rajtëm, 3 ka martohu vetë, tjerë t'i kina martohu me qitnuse. E u martohu, u reglune, janë në fëmije, ma për s'mari s'ka. Tashti, kina pas tani gjallin me gjallin, që t'ja bëjën? Shumë des gjallë parë në marë. Nëne, shkon në përdasma për të ftejnë? Ja, për zatën, ka një 20 vjetë të mërë gjalli, se veç kam hy qatë ditë, ke kalamajt e gjanët. Pse nuk shkon në përdasma? Nuk shkejmë lekal, kërkon. Pse? Nuk kam qef. Nuk më sot troni, nuk kam qef. Po ku kishin e re, kërcej jeti? Kur kam qenë e re, nuk janë harru trilajku. Unë me të kalëzu trilajkun, është do të më dunja në qito. Po, e në qëfar moshe është ndarë nga jeta bashkërtina? Në qërë moshe, a ka është dekaj? Ka dek një 60 vjeç. Sa vite je pa burin tati? Sa vite jam? Pa të mos një 20 vjetë. Se ishte kohë e vështirë më të ere, se i kina rrët, dhe mla 4 kalamaj me la burri. Hajtë ma sa nejti rrajtëm dërë me nosët. E i martohëm, se mu vetëm njëm kalon djallit martohë, vetën e vetë. Se 3 vajzat me kalon pa martohë, i kam martohë me nosët. Ana bama, ta filluam ma sa nejmë kalamaj të kësaj, kësmeti i atim gjish djalli. 20 vjeç më ka dek. Një 30 sarë kam fëmijë, një 27-8 kam djallit kalamaj të vojgjën. Të gjithë. Sa bon qitësej? Ha?
Bëhon rreth 70 libra mesa? Po, në një darë se me bëj vetë. Një dasë për vetë. Nuk sarë kërkon. Pensioni nuk mjafton, thot Hikja, dhe buzëqesh, si për të mos i rënduar askujt mendjen, sepse ajo, edhe sot, zgjedh të jetë dritë për të tjerët. Pension marri, pension vorfën marri. Marë 70.000 lekë. E përballon me këtë 70.000 lekë? Pa bere sa vetëm një më gjel me guat se ka i kom jashtë e mrejnë e kri. Me që ato kam kalu, na i gjohë kina bon këtë më shpaj si këtë sa me frej bërgu. Po sikur që qoftë shteti do t'jap 15.000. Po shteti me pas qenë na i njësë se shteti s'ka e ka ma përaj si të i thot shtetit. Se kjo plak, am kitë halë, nan pa djallë, aturnet ke kalamaje, po kalamaje hamep një gjohë gjithë here. Serë të ushtuaj pensioni, ka 5 lek, ka 1.000, se ka qenë 30 lek. Hajtë të ushtu, me që ta kam ro. Nuk i kam thënë kërkuj, asë që shkova me jonë ku, se më një më, anë me që ta kalova. Hedi ke nana. Hike Kaci nuk është thjesht një stërgjyshe, ajo është një rrëfim i gjallë i një brezi që nuk u dorëzua, një grua që ka ndërtuar jetën me duar të lodhura dhe e ka mbushur me dashuri. Hedi ke nana. Në fshatin e saj të vogël, Hikja është një shtyllë e heshtur, një kujtim i gjallë i vlerave që sot mungojnë, një pasuri e gjallë e moshës së tretë, që na mëson se forca nuk matet me vite, por me zemrën.